Mirë mëngjesi, shtash është ora 7:30 mëngjesit. Sa e lam djalin në shkollë dhe tash jemi të shku bashkë me burrin në fitness. Kështu që hajdeni me mu ta kqyrim se shka kena mushtru. Shka kemi mushtru me nësh? Shpinë. Unë e përmi mushtru Berkin edhe në dhe kohë. Sto dy e në pas shpesh. Mi kam problemet në vaj, ma shumë të të e mushtrajnë më shpesh. Shka përdojnë? Shka përdojnë bora? Ha? A përdojnë buk? Ha? A përdojnë buk më ongër? A ma dorën? Okay. Edhe dorën tjetër? Bravo! Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Blerina. Sot po filloj me një video të re, me një vlog të ri. Pas një kohë shumë të gjatë që nuk kom bo video. Shpresoj që t'ja nisi me kohë të marë, bojmë video sa ma shpesh. Kështu që une mas fitnessit bashkë me burrin kam me blej pak e s'harq. Tena koha është shumë e mirë edhe me mund për nesër me shku në bazen. I morëm disa pemë për nesër e disa raqe. Thash t'ju të regoj se shka vlefa, shpejt e shpejt. Këto kinder, dreza, patligjona, boronica, salat, kështu 2 kefir, një djath, një kështu gjiz, kikirika, tomel, ose qumsht, edhe një tomel. Kështu janë kështu si wrap si po kështu si teta bukës që janë, i mushi ka njërë kështu me najsan, një Coca-Cola Zero, apet edhe një qumsht, pas në marrë 3, pak një pas ka marrë në shta burri, se unë e 2 mora. Kastraveca, një ananas, edhe një baston, pas ka një burri nëse pas ka shtë një fair. E morëm edhe një baston, e morëm për nesër atë, kanë edhe një vana atë të bazeni që është kështu si livadh atë, që mund është me bo edhe piknik, po edhe është bazeni atë offer. Kështu që e morëm edhe një baston, edhe kështu një magdanoz. Këtë magdanozin e boj gjdo mëngjes, gati gjdo mëngjes, e bluj me pak e zgjathë dhe boj tullini, edhe bojt shumë me mirë. Shumë e shëndeshme, ka shumë hekër, edhe yes. Tjera ato i këto në përbene, edhe t'ja nisi mëngjesin, sa alo nuk kemi hungër. Sa është ora? Ora 11:05 është. Tjera ato i shpejt sanet në përbene, edhe t'a bëj mëngjesin. Kështu që shimi për pak. Magdanozin, unë gjithmonë e uli mirë, e loj, edhe masnej e lo kështu në kullus, e kulloj këto, po për djeshmit më ka met pakës, kështu që nuk kam kohë me lo atë tjetërën. Po këto pja bëj vetëm burri, besoj që për burrin del kjo. Kështu që nuk kam kohë fort me prit ato. Ta blujim këtu edhe kështu. Të kartëzoj saktë se qysh e bëj. Nuk ka dhe shumë, po sa për shije. Gjithashtu edhe avokado, vodzina, ose dzina, ose të përzhine në barit si qysh i preferojmë. Jashta i pakës kështu është djath i blun, gjithmonë ja qes një luk. Ta marrë edhe pak për i kësaj se e është sos. Pakës vëj ulliri, i përzia, edhe kemi gati për konsumim.
pjata burrit. Jam të shku mi marrë djalin prej shkollës. Masi hëngrëm buku lava direkt edhe nuk pata kohë flokt as mi terë, po jashtë kemi kohën e mirë edhe deri sot kthejna në shtëpi, gati në terën. Ma vonë vi që rregulloj se kështu ashtu kur të shkoj në shtëpi duna mi bo djalit pakës buk. Të premteve është deri në 12:50 në shkollë, kështu që po shkon koha shumë shpejt. Erdhë vakti shumë shpejt mi marrë, kështu që nuk arrita me bo kur gjo. Gjithmonë më shkon koha diqyr si shpejt e shpejt. Ose i bëj sanët shumë ka dole, mase duna më gut shumë shpejt. Edhe qështu, me kitë lilësen që e kom zbulu jone, po që ja kom nisë mi bo. Ashtu ma shumë i bëj gjatë natës, se i maj qashtu deri të nesrit, edhe mas në 2 dit i kom plog, ose 3 deri në 3 dit. I kam plog perfekt stilune, perfekt të ndreqne, nuk kam nevojë diçka me bo. Dredhat e më rrijen shumë mirë, nuk i qes as prej, as kur gjo, perfekt. Shtë që është jemi ma hodë. Ma në fund i rregullova. Me nxi u drejtun se ishin bo pak si laka. Djalin masi e mora pi shkollës, ja pjeka një picet gatshme se burri sot është në punë mas dite, unë e diçka pritësha. Kështu që masi nuk ke burri në shtëpi, nuk bona drejt diçka hiç sot. Edhe unë nashta mas në e pjeki një picë ose ha diçka, nuk e di. Thash ti ndrejqi pak e s'flok se kam shku edhe mi qu djalin në futbol. Do shta mi rregullu edhe qëto pantolla, jo kom tregu që kom ble maqin të kepjes, ose të qepjes, që shdo që i thuni. Këto farmeja gati pa tablet e hëmëja, po diqysh këto më rrishin pak si shkurta, në kom qef mu kon shumë të gatë, jo krejt për toke, po mu kon pak shkurta se që duhet, nuk e mra ato në diqysh. Kështu që qëto ku më ndreq, njëra një pak të gelin, so është hera parë që ose kitonën këqër një pak ma drejt është. Kitë pjesën që ja ku më rëshu, nejse kur ta loj edhe e hekurosi atëherë besoj që ndrejqet. Këtu ja ku më vanu kitë të gelin tam, që ku më bo për herë të parë, që jam të provu maqinën. Paka shumë mësova, përfuni do këtë kështu, nuk është perfekt, po ja marrë dorën ka dale. Është hera parë që jam të përdorë. Pak mama ka pas për para shumë më te, po ka njëherë hisha që ashtu bëjsha veç të gela drejt. Najsan, jo që kum kep dishka ose që kum bo dishka, ka shumë më t'i kjo pun, po më pëlqen me pas maqin. Ta përfundoj edhe kitë onën tjetër, këto veç e shkepa krejt. Një ditë të Lidl i kum ble këto pajt kështu, pejn, si që i kum një. Ishin kohë qështu komplet, pëlqyn shumë. Lezeqme, për fillim, se në fakt nuk e di fort sakt shka me përdor të farë me përdor tek, po shkruj ato që janë për maqin, për bojnë edhe për maqin, edhe pa prish diçka nuk e mësot njëri, kështu që perfekt fillimi nuk mundet më konë, ka dale besoj që mësona, sa mi kep këto sanët e shpis, ose shto. Të që këqërni edhe ju se qysh pje rregulloj. Ju motivoj edhe juve pakës nashta me kepë, me ndrejqë, me shkurtu. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. Life feels better when shared with you.
dul shumë mirë. E kom bo një gabim vogël, se këtu diqysh mu kap, nuk e di pse shka ndodhi, po nuk jam të e hek, te geli mrena u bo shumë mirë, perfekt. Nuk është shumë shtram, që shë kom bo të ajo ona tjetër, vetëm kjo defekti këtu që u bo, po për mdo këtë për bje për mrapa, kështu që nuk shi, kështu që jam të e lonë, kështu nuk e di, po shpresoj që i kom bo dyjat tamon, ta shojem. Janë okej, po mdoket që janë dalë mirë. Për momentin du mi lonë qështo. I laj këto, i hekurosi edhe ta këqyri se qysh janë dalë. Se nuk është keq, nuk i shihet kjo. Unë e provova këtë tjetrën që kom bo shtram, pakës sikur nuk është shumë e drejt, nuk u dallaj kjo fort. Edhe ajo tjetra i bje mrapa. Kështu që përpara është shumë okej. Edhe kjo ona është perfekt, kështu që pilo qështu. Kështu që veç i loj edhe i provaj këqyri se qysh jënë dalë, janë mirë. Këtë defektin këtu najherë nashta që më teke, të ndreqe që jo, e lo qështu. Nejse, ti loj këto. Kjo maqina për mua është shumë e mirë, se përpara kur të kisha diçka i bëjsha gjithmonë me dorë. Edhe për momentin jam mirë, du na me mësu hala do modelet të gelave, ka shumë lloje këtu. Nuk i kom provu krejt modelet të gelave, se ka shumë lloje. Në fakt, po mundona në për video mi këqyrë se qyshe tek mi bo, po për momentin jam të kjo, të drejta zakonisht. Kom provu, ku e kom lënë? Te kjo piceta këtu kom provu, kom bo shumë lloje të gelave, që nuk mundi mi pa. Janë disa, se dhja mundi mi pa, kështu janë disa lloje të gelave. Nuk e dhja ka edhe kështu pakës që i kom bo. Po, nuk mu kanë bo shumë mirë, nuk janë bo shumë mirë, po të bo. Po jam të mësu, normal duna me këqyrë në herë mi ble disa copa. Qështu, ka dalë dole, vësoj që jam marrë dorën. Qëto më kanë dalë shumë të lezeshme, kështu të geli është ma i shpesht, është ma i trash, nuk e di apo shihet mirë. Nejse, qëto, atëhere qëto shka i ku më mësu, edhe qëto farmerka që i ndreqa, i kam edhe par farmerka që janë ato shumë të gata, për më nëj pakës mi shkurtu, edhe ato janë shumë të mira. Ato i pata vle pakës ma shtrejt, edhe nuk e dim, për më dhime një herë për tu nga piprishi, sa të mësona edhe pak, do mi regullu edhe ato. Një ditë një kurset të ku më ngushtu, pink, se i pot. Po, do mi bo edhe një jakne që pata provu mi shkurtu, nuk e pata shkurtu fix, vetëm me pata saju dyqysh, e më pat pëlqy që ashtu, kështu që për du mi shkurtu edhe ato, nuk e di jam përshtatët këpej këto. Është kja, kum do është mi shkurtu deri këtu, mja hekit pjesën këtu. Është as e gata, as e shkurt, kështu që më nova mi bo pakës ma shkurt, edhe ta është ta provaj ta këqyri, apo moj mi kip. E paska këto matë qelt, paska këtë gelin pejnë matë qelt. Ta këqyrim, do me ndru edhe mi bo qështu diqysh. Nja bo në gjyrën e sakt edhe mi prej maspari. Do mi prej maspari këto edhe mi kip. Edhe mi bo një të gel qështu diqysh. Nëse arrini a bo. Edhe mi ka kështu dhe këto mjasi, po jo, nuk e di. Ta provoj naj dit. Sot nuk kam shumë kohë, që du na mu bugati më shku mi që djallin e në futbol. E naj dit jetë kismet. Du mi provu mi bo dhe këta. Se edhe buri për lëp mja shkurtu një par farmerka që i ka ble. Janë levis edhe i ta shprit njëherë me speti prishit. Provoj të sanët e mija nëse arri ma bo dishka, ma se ti boj edhe ty. Kështu që të mijat mas kom gejle, dyqyr.
I kaloj qëto sana që i bona dhe të bona gati për më shku mi që djalin në futbol, se kam 40 minuta lërë. Masi burri është në punë, duna mi që une, edhe më ndova tha shkoj nështë pakës në galeri atë, me spresën kërë. Kam galerin 10 minuta lërë me kërë, po shkoj edhe një orë gjysë shëtit në të këqyri në isan, edhe ju marrë me veti edhe juve, ju të regoj ditën time se qysh e kaloj une. Atëherë, ta rregulloj qëto edhe shihemi për pak. Sot e kemi kohën verë edhe thjesht të vesha qështu. Vesha qështu pantollat edhe që të bluzën kafe që pa ta vlete sektori i fëmijëve të galeria Kafo, më pa të më pëlqy këto rruzat e bardha. E vanova që të rrypin, besoj që përshkojnë pakës me këto rruzat. Të lyna vetëm pakës edhe jemi gati më shku. Pëqez vetëm pakës concealer, i përdori këto të maratonit janë shumë natyrale, shumë të mira, nuk vrej që ki qi dishka. Idealin au bugati edhe duna më nisë, kështë që shihemi rrugës. Vendosa njëherë më shku me kitë qonten, po më nëjmi marrë këto, se nuk e di, ma e përshtatshme dy qysh. Edhe kjo është shumë e mirë, po masi ka më shku atë në galeri, ma e përshtatshme është kjo. Gjithashtu i vanova këto vodhë, rruza që janë të bardha, edhe këto syzat. Kështu që kjo është outfiti jam për sot. Kështu ashtu ka me dalë veç me këqyrt në isan. Veç një orë gjys ka me jom në galeri aty, këqyri dishka, edhe kështu është perfekt. Sa më rriva qëtu të galeria, djalin e lasht të futbolli atje. Kështu që ki mrena, më pëlqen më arë të galeria se ki parkingin nel. I ki offer krejt që se në qender me dal, në qender janë pak si të përhapën e këtu dugoj edhe nuk ja blen. Po kështu në galeri edhe gjatë dimnit e kom mirë, është nxehtë, gjatë verës është flat. Kështu që yes, let's go. Ti mrena se s'kemi kohë shumë edhe ta këqyrim shakate. Ka inshallah gjejmë një sa të mirë. Seriozisht e ndosur shumë. I kom gjetë disa sena shumë bukura të tike Max, nuk po ta qare pa i marrës. Nuk më hekshin bidores. O zot, marrova krejt. Më mirë mes ma dalë unë e hiq. Zot.
këqyr ma shumë, po apet ma mirë që s'pata shumë kohë. Edhe guzhë shkon edhe në zëjt dishka kjo. Alo, si ja ka njës mirë shumë klimen atë mrena edhe nuk më letë dëson sa më shumë pukra. Alo kisha ble, o zot, në alësha vetën sa. Ka du më të ranu këtë. Po, s'pata qarëve pa I blesë këtë të mira. Njerëz ju kardzojnë shpi se shka mora, po kish pas gjithë shka, nuk e di këtë ti ke maksi për para, nuk e më ka pëlqy shumë, se pëjtësha me hi me ullum tu atë me këqyr, po vetë lumit, ja ka njësë. Na falni për kamerën që pejle bret, po s'ku shka bajt. Po kish pas shumë sa me të bret, gjithë shka. Shkata do zemra. E mora një qont, një par kuca edhe një par qizme. Ato nuk janë qizme kështu plota të rasha, po janë kështu shumë të zeqme dhe mbyke që janë gjyrë të qysh. Nuk e pata. Edhe e mora. S'kom shumë, po nuk kem shumë shtrajt, po shala burri nuk e shaj që të moment se në ta mësë hargjë. Edhe unë normal që si më thonë hargjë. Mes me dalë, mërzit në që ato në shpe. Me dalë, viç hargjëj. Për ka që shka. Ja ka nëzëj burrit. Ja ka nëzëj dhe 3 jatë, po mes t'i bja shumë. Ja ka nëzëj ka një. Mes ja ka nëzëj qira edhe një bluz të hëmëja. Ja ka nëzëj ma bon. Kështu që unë edhe pak më rritë djali, edhe mas ne kom rrugë lërgë dhe sa që kojnë shpi. Stash është ora 7 mas dite, edhe të na në Gjermani të kemi dritë, halo. Nëse kushtë ato dritë po ka dili, halo. Edhe deri sa të shkojmë në shpi, gati 8 deri sa do më rri ka njëherë në shpi. Edhe mas na jomi po dishka me hunger, djali, po ju kardzojnë shpi, shka ku marë, shka bleva edhe e përfundoj videon atë. Për kësi heri ju të regova vetëm një ditë teme, që që kaloj paka shumë përveç blerjeve që nuk I bëj çdo ditë, po sot qëlloj, gati sa herë që të vi në futbol, në fakt gati që ashtu qëlloj. Po që ma bo? Qështu jeta? Nejse. Ambyshë, fakt. Po ta nevojë, qështu ashtu. Okej, kamera për më lëvrat shumë, kështu që nuk ja blen me gjërë ma shumë. Shihemi ma vonë. Sa erdha në shpi. Thasht ju kardzoj shpejt se shka bleva. Atëhere, ju kardzoj të parën se shka morra të hëmëja. Dhe morra qëtë bluzen, se më pëlqej shumë, o do diçka shumë verore, me qëto sedifet, edhe ngjyra I shumë e bukur. Edhe kjo këtu për para, po I shkret e qelne, më nova pakës mi kap, që mës më konë shumë e hapne, nuk e di, ose e veshi kur shkajmë pushim, ose kështu për diqmëri, më tak shumë cute. To e morra për 12.99. Pas na marrë numërin S. Nejse, t'ju kardzoj sana tjera që më pëlqyn shumë. Te TK Maxx, ku më gjetë disa sana shumë bukra, edhe është kjo çonta, më ka pëlqy shumë. E kish këtë pjesën e bardhë këtu, edhe kjo këtu pjesa këtu me kasht, edhe më dok shumë e mirë, që kish hapësirë boll. Telefonin për ma zajke këtu, kuletën, qëto, qilsat, najsan. Kish boll hapësirë, edhe më dok shumë cute, më pëlqej se nuk ish shumë krejt e bardhë, po edhe këto me kasht që muj mi përshtat edhe me veshje tjera, shumë cute, shumë e lezetshme. Këto mora për 25. Po,
Shumë cute, më pëlqej shumë, nuk mujta pa marrë. Okej. Atëherë blerja tjetër janë, këtu ma kanë gjitë këtë çmimin e çontës e Juhek, edhe në gjiti këtu te kjo letra e pagesës. Mas në e tjetër i kom marrë këto këpucat, i më pëlqejnë shumë të kuqe, nuk kam asnjë parë kështu këpucat kuqe. Edhe më doken shumë cute, më rrishin shumë mirë, gjithashtu kjo shtiklla shumë e vogël. Unë i du shumë me këto shtiklat vogla, se me këto të mdhajat nuk më hiq me hic. Kështu që ta shpërdzoj mas i kena halo këto në shqitje, më pse jo tash pimar. Këto kanë 12.99. Edhe për fund i ku marrë këto çizmet e shkurta. Kjo ngjyra drap ose krem ose se di qysh moj mi thonë, unë i thonë drap, krem, nuk e di. Që më pëlqyn shumë, edhe këto e kishin këtë shtikle në vogël, i provova, ishin shumë të rehatshme dhe shumë të lezetshme. Janë kështu të shkurta, nuk janë kështu për shi ose për diçka, kështu ashtu nuk dal kur ka shi shumë. Kështu që jesë më pëlqyn shumë, ishin shumë të rehatshme. Kjo ngjyra shkon me shumë veshje edhe nuk kom pas që si ngjyra, kështu që i mora. Këto kanë krejt blerjet e mia për sot. Nëse keni pa videon deri në fund, mos harroni mi bëni like, në i koment nëse keni diçka me më thonë, nëse i kanë pëlqy këto ose cila ju pëlqej pak ma shumë. Besoj që kemi më pa çdo javë me video të reja, me vloge të reja, kështu që bëni kani subscribe që ta marr pak motivimin me bo video ma shpesh, ta rrisim pak këtë kanalin tam të YouTube-it se u met për gjëna. Okej. Kështu që na shihemi herën tjetër. Kaloni sa ma bukur. Ju përshëndes. Ton ton.